Atëherë, po provojmë edhe sot, shpresoj dhe uroj si zakonisht që opozita të ketë reflektu në mënyrë që zhbllokohet procesi dhe të ecim përpara me formimin e institucioneve. Ne kemi bërë çmos për gjatë gjithë këtij procesi që prej mbajtjes së seancës së para apo fillimit të seancës konstituive, që të ofrojmë mundësi, të ofrojmë ide, të ofrojmë zgjidhje, mundësi për zgjidhje, pra që dalim nga ky ngërç, por e kemi pasur që reflektimi ka munguar gjithsesi, sidomos tek pjesa e konstituimit të kuvendit, sepse pam që në fillim kishte një reflektim sa i përket pra votimit të raportit të mandateve, por ja që tani ka një blokadë dhe barikadim tek opozita dhe insistojnë pra që të ndryshohet kandidati, pra të mos respektohet e drejta kushtetuese e lëvizjes vetëvendosin këtë rast si parti fituese e zgjedhjeve. Shpresoj edhe një herë pra që do të ketë reflektim në mënyrë që vendi të jepë institucionet. Seanca do të vazhdojë aty ku ka mbetur. Aty ku kemi mbetur, pra është mungesa e kuorumit për vendimarrje për të votuar komisionin për votim të fshehtë. Pra është e pamundur që dilet apo të ndryshohet nga kjo rrjedhë, sepse jemi në një situatë ku herën e fundit, sikurse 2 apo 3 herat paraprake, ka mungesë kuorumi dhe duhet të ndërpritet seanca për shkak të mungesës së kuorumit. Faleminderit.